Selamu alaikum hoqë nderuar. Allahu shpërbleft të gjithë ata që na ndjekin në rrjetet sociale dhe të gjithë vllaznia që prezantojnë këtu në mesxhid, ju njoftojmë se ligjërata e së shtunës gjatë Ramazanit nuk do të mbahet dhe ne do të vazhdojmë me nga një pyetje çdo natë pas 4 rekateve të taravive. Pyetja në vazhdim është: kush lirohet nga agjerimi dhe kur? Allahu ju nderoft. Selamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Nga agjerimi parimisht lirohen 5 kategori të njerëzve. 1. Ata të cilët janë të smurë. 2. Ata të cilët janë udhëtar. 3. Gratë të cilat janë shtatzane dhe kanë frikë për fëmijën e tyre. 4. Gratë që i ushqejnë fëmijët e tyre me qumësht xhirit dhe kanë frikë se paksohet qumshti i tyre. Dhe pleqt të moshës së shtyër, veç se kanë shumë vjetë, pa konë smut, pa kur gja, por janë shumë të vjetër sa që nuk mujnë me net pa hangër, jo që janë smut, kur gja, pas së ne përballon organizmi tyre me net pa hangër dhe pa pi. Këto janë 5 kategori kryesore të cilat lirohen prej agjerimit, nuk e kanë obligim me agjeru. Dhe secila prej kategorive e ka dispozitën e vetë, kur njeriu bën pjesë në atë kategori. Dhe secila prej tyre pastaj e ka formën e shpagimit, veç e veç. I smuri është ai i cili e ndihen në vetën e vetë e din, ai vetë e nin se agjerimi po e dëmton. Ose i thot mjeku i besueshëm musliman se me qëtë smundje që e ki ti, agjerimi dëmton. Thënë, ky bën pjesë të ata cilët janë smut. Dhe vetës që a jep dispozitën është më e vlefshme se sa ajo që ta jep mjeku. Më e vlefshme është me vlerësue vetën si cili për veti, real, me iman, me sinceritet, se mund ose nuk mundet me agjëru. Se cili e din vetën, e nje vetën ma mirë se çdo kush. Thotë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: Belil insanu ala nafsihi basira. Njeriu e njeh vetën e vetë mirë. Nëse e sheh se agjerimi po dëmton, është i smut, lirohet prej agjerimit. Nëse mjeku i besueshëm i thot, nga ajo që e dim na nga dituria e mjekësisë, me qëtë lloj problemi, agjerimi e vështirëson shëndetin ose e vëllon shërimin, ky lirohet, ka drejt mos me agjeru. Pastaj kompenzimi për këtë është 2 mënyra. Nëse smundja e atij është e vazhdueshme, që i thënë këta kronike, dhe që nuk pritet me u përmirësu, personin fjalë paguan për çdo ditë nga një ushqim, nëse ka mundësi materiale. Nëse dhe mundësi materiale s'ka, kur gjo kërkujna? La yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nuk e ngarkon Allahu, kërkon për te mundësive që i ka. Kjo sa i përket smurit. Nëse smundja ati mendohet se shërohet, ky kur shërohet do të me kompenzue qaq ditë sa i ka humbur. Pra nuk lejohet me i pagu, nëse mendohet dhe pritet që smundja ati përmirësohet, kurse nëse mendohet dhe nuk pritet që smundja ati përmirësohet,
duhet me pagu nëse ka mundësi. Qysh me vërtetua përmirësohet as përmirësohet smundja e tij? Në aspektin e mjekëve të cilët kanë dituri, ata kanë përvojë dhe e din me një saksi të lartë se kjo smundje përmirësohet ose jo. Kurse personi vet e din vetëm nëse është më i vjetër. Zakonisht ka pleqnia smundjet nuk pritet me shku të përmirësu, po pritet me shku të ronu. Nëse vërteton vet se smundja po shkon të vështirësu, ose nëse i thot mjeku se kjo smundje çështu duhet mu majtë se ndryshe nuk shkon ka përmirësimi, kjo person e pagun për shkak se nuk vijnë ditë më të mira, për të më agjeru se këto dita që i ka pas. I dyti është udhëtari. Udhëtar është çdo kush që niset prej vendit vet për me shkue me një vend në të cilin veten nuk e nin se është i qati veni. Ky është udhëtar. Për shkak se ai që në qatë rrethin në cilën nihet sikur më kon e ati veni nuk është udhëtar. Kushdo që merr rrugë dhe ku shkon qatje në atë venin në cilin shkon, nuk nihet sikur është i ati veni, po e nin veten sikur i huji, edhe këto më mirë se e din personi që udhëton nuk e din kërkush, llogaritet udhëtar. Dhe gjatë rrugës lejohet me mos me agjeru. Por në çështje këtu është shumë në rëndësi se nuk lejohet me prish agjerimin tukon ke halon në shtëpi. Shpesh njerëzit kanë me udhëtu ka dreka, s'quhen syfyr çat natë hiç, kjo gabim. Kjo do të më qunë syfyr me fillu agjerimin tek masit niset për udhëtimit edhe të kalon vendbanimin e vet, atëherë ka drejt me hangër për shkak se është udhëtar. Edhe kur kthehet, nëse kthehet për udhëtimit para drekës, nuk lejohet me hangër më deri në akşam, edhe pse ka hangër para drekës. Nëse kthehet të shtëpia para ikindijës, nuk lejohet më me hangër deri në akşam, me thonë që unë se kam agjeru ditën, se ke agjeru vetëm se kur vesh të shtëpia mos ki drejt me hangër. Dhe me thonë udhëtari nuk han para se mu nis, edhe kur të kthehet të shtëpia vet nuk han. Kur ka drejt me hangër vetëm në kohën kur është duke udhëtuar. Kategoria e tretë, gratë të cilat janë periudhën e shtatzanisë ose në periudhën që ushqin fëmijët e tyre me qumshgjiri. Të dy këto kategori sipas mendimit vet vendosin. Nëse ka frikë, vet nona, pa i thonë kërkush hiç, as ka nevojë me thonë mjeku, as ka nevojë me thonë eksperti, as burri vet, as kërkush hiç. Nëse nona me sinqeritet ka frikë se fëmia ndoshta dëmtohet, nuk agjeron. Gjatë shtatzanisë. Edhe nëse ka frikë që ushqimi i paksohet dhe dëmtohet për shkak të paksimit të ushqimit, nuk agjeron. Vet e jep fetfan për vete. Nëse ka frikë, kusht është me pas frikë. Kjo me pas frikë. Për një me, kam frikë se se di a zhvillohet mirë fëmija në barka jo, han. Kam frikë nuk e di a po njihet mirë ajo, han. Dhe forma e kompenzimit, kësaj është dy. Dietarët që ndonë dy mendime, një mendim thonë, i kompenzon masi të kalon shtatzania dhe gjithonja, një mendim tjetër thonë me që është ja mund më vështërsu edhe vinë shtatzani pas shtatzanie, gjithonja mas gjithonje, edhe të buhen bamakia 10 ose 20 Ramazana, kështu, se cilin kohë që e ka hekën, se cila ditë që ka shkue, e pagun një ushqim për të varfrit, nëse ka, nëse s'ka, kur që kërkuj. La yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kërkon Allahu nuk ngarkon për te mundësive që i ka pas. Dhe kategoria e fundit, ose kategoria e 5, janë plesht të cilët janë shtyrë në mosh. Plesht të cilët janë shtyrë në mosh, është letë mi dalue me dy mënyra. Mënyra e parë, si mos të vinë mirë mi thonë plak, a i so plak. Se kështë mi thonë jo plak, thot jo, klena për agjerim, thot po, ja. A je plak a jo? Nëse pa e tuhet, është plak. Sa është plaku që lejohet me agjeru edhe, mos me agjeru edhe, pakon një smut. është çdo i vjetër i cili s'mundet me përballu urin, veç s'mund me net undë.
Për shkak se një thonje që thuhet, plaku është si fëmia, në disa çështje është e vërtetë. Fëmia hiç nuk është i smut, po se ka obligim me agjëru. Pse? Se smundet me ne pa hëngur, ja lyp shpesh me hëngur bukë me pi ujë. Edhe plaku i cili ka kaluar pleqnien e thellë, edhe nëse hiç s'është i smut, as një smundje se ka, po së ndrin pa hëngur, lejohet mos me hëngur. Dhe nëse ka mundësi gjithashtu me shpague çdo ditë nga një ushqim për të varfurit, e pagu. Nëse s'ka. La yukellifu Allahu nafsan illa wusaha. Nuk e ngarkon Allahu kërkon për te mundësive që ka. Pra kategoritë kryesore të cilat lejohen ose lejohen për agjërimit janë ismuri, udhëtari, gruaja shtazon, gruaja e cila i ushqen fëmijën e vet me qumshtin e vet, edhe i moshumi i cili ka shkuar në pleqni të thellë dhe veç së në përballon urinë, ndoshta hiç s'ka në smundje, po së në përballon urinë, kushdo që është në këto kategori lejohet me e hëngur Ramazanin. Pastaj, nëse i përmirësohet gjendja, i jepet mundësia me i kompenzuar çaq ditë sa i kalon, i ka hëngur, i kompenzon. Nëse si i jepet mundësia, paguën për çdo ditë nga një ushqim për të varfur. Nëse edhe këto se ka mundësi materiale, nuk e ngarkon Allahu kërkon për të mundësive. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafur.